E dashuruar me Vlorën, vajza e Donald Trump rikthehet në jugun e Shqipërisë. Në një postim të saj në Instagram, Ivanka Trump, vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë mirupafshim qershori duke publikuar 20 fotografi të ndryshme mes fotove të shkrepura nga udhëtimet, dy spikatën sepse janë në Vlorë. Fotografia me numrin 10, e cila tregon pjesën e Porto Novës në Zvërnec, si dhe fotografia numër 11, në të cilën ka dalë me të birin. Ivanka Trump dhe bashkëshorti i saj, Jared Kushner, pak ditë më parë kanë zhvilluar një vizitë në Vlorë. Sipas burimeve nga mediat, ata janë ndalur pikërisht tek një ekspedit në ishullin e Sazanit, vend ku pritet edhe të investohet prej tyre pas vendimit të autoriteteve shqiptare. Gjithashtu pas vizitës nën masa të rrepta sigurie dhe sekrete për mediat, ata janë parë edhe në qytetin e Vlorës. Çifti ka shëtitur në shëtitoren Lungomare dhe kanë drekuar në një restorant në zonë. Në fotografin që kanë shkrepur në Bregdetin e Vlorës, shihet çifti në praninë e një prej kuzhinierëve që është edhe administrator i një subjekti në Lungomare. Vizita e çiftit vjen në kohën kur mediat ndërkombëtare kanë rikthyer vëmendjen mbi projektin e paralajmëruar nga Kushner për ndërtimin e një resorti ultra luksoz në ishullin e Sazanit. Projekti me një vlerë të parashikuar investimi prej 1.4 milion euro synon ndërtimin e një marine turistike, rezidencash elitare, zonë gastronomike dhe akomodimi në një sipërfaqe prej 45 hektarësh. Sazani, ish bazë ushtarake me 562 hektar, është nxjerrë tashmë nga përdorimi ushtarak në dhjetor të vitit të kaluar, duke hapur rrugë për zhvillimin turistik të zonës.